pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam na drejtohet në një fjalë të tij, në një këshill gjithëpërfshirëse, në një paralajmërim se cilave vepra duhet t'i qëndrojmë larg, ku thot: ummeti im do të preket nga sprovat dhe smundjet të cilat kanë prekur dhe popujt të tjerë para tyre. Ummeti im do të preket nga smundje me të cilat janë sprovuar dhe të tjerë para tij, prej ummeteve dhe kombeve të mëparshme. I tha në i dërguari i Allahut, e të cilat janë këto smundje. Nis dhe i numëron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku thot: al-asharu wal-bataru. Mohimi i të mirës, pra mosmirnjohja ndaj mirësive të Allahut në përgjithësi, mohimi i të mirës, wal-bataru. Al-bataru është një grad mendje madhësie e cila prodhohet nga të mirat që i ke rreth e qark vetes. Rujna Allah. El-asharu, mosmirnjohja. E pyet i dhe i thu, si e? Pyetje shumë normale. Hajmë si gjithmonë. Fillimisht do të kishte në udhës të falenderoje Allahun subhanahu wa taala. Dhe dhe Zoti xhelal xhelalu në Kur'anin e tij famlar na drejton dhe thotë: la in shakartum la azidannakum. Nëse ju falenderoni, do u ashtoj ato mirësitë. Por nëse do të jetë e kundërta, gazebi i Allahut, dënimi i Allahut, patjetër që është i madhëruar në Zot për dënimin e tij. Wal bataru, një mendje madhësi të cilën e arrin njeriu ose i shkaktohet njeriu, e favorizon veten e tij njeriu me të nga të mirat e tepërta.